nuk jam unë që shkoj atje për një vizitë apo inspektim dhe atje përgatiten gjithë se po vjen kryeministri apo ministri apo. Dhe me strukturën e antikorrupsionit edhe me ndihmën e mekanizmave të tjerë, Ministria ndjek ecurinë e këtyre marrëdhënieve edhe me vizita dhe kontrole që janë komplet palajmëruara. Dhe nuk rezulton që në spitale norma ose normalja është kjo që thash për atë mjekun. Por nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, sepse mjafton t'i ndodhi dikujt. Nuk ka nevojë të tërhiqen zvarr të gjithë njerëzit që kanë diçka për të thënë. Mjafton të tërhiqet njëri zvarr, siç ndodhi në atë momentin skandalos, dhe kjo rezonon me të tjerët, sepse kjo nëna, kjo gjyshja, nuk tërhiqet zvarr fizikisht, por tek ai njeriu që tërhiqet zvarr atje, ndjehet pjesë, sepse ndërkohë është ky mjeku këtu që i tërheq zvarr atë dhe bashkëmoshatarët dhe bashkëmoshatarët e saj, që me të drejtën e Zotit dhe me të drejtën që ju jep fakti që kanë kontribuar për këtë vend, kërkojnë atë shërbimin minimal. Tani, ta konstatosh është e rëndësishme, ti je i vetëdijshëm për këtë është po kaq e rëndësishme. Dhe për mua personalisht, qenia i vetëdijshëm për çfarë njerëzit jetojnë është gjëja më e rëndësishme. Dhe për këtë arsye unë jam gjithmonë në përpjekje për të parë nga jashtë rrethit të ngushtë që pastaj mund të mbylli dhe ti s'kupton më ku je. Por të veprosh për ta ndryshuar këtë është shumë më komplekse se sa që mund mendohet, sepse nuk është një çështje reagimi me njerëzim, ashtu si kundër lufta kundër korrupsionit, nuk është thjesht një çështje burgu apo varje militar, siç së fundi ka filluar të gjenerohet edhe kjo, nga kuptohet segmente që nuk kanë lidhje me atë drejtëzën e shumë të gjatë që përbën gjithë komponentët e këtij momenti. Duhet që sistemi të mbrojë. Dhe fiks ajo që po ndodh sot në Shqipëri, edhe që humbet në mjegullën dhe në tymin e shumë gjërave që bëhen bashkë, është që sistemi për herë të parë po lufton me korrupsionin. Pra është komplet e kundërta e asaj që thuhet Badia Hava. Sistemi po lufton korrupsionin dhe jo voluntarizmi këtu dhe atje. Gjë që natyrisht është shumë e dhimbshme, gjë që natyrisht është është njësoj si një therje në sy të gjithëve që krijon turbullir, krijon neveri, krijon pislëk, ndjenjen e pislëkut. Sepse faktikisht kjo gjë po ndodh. Po hyet aty ku nuk është hyrë kurrë, që nga krijimi i shtetit shqiptar. Dhe kjo nuk është një arsye për të kërkuar giotinën, sepse të gjitha sistemet që në fund përfunduan në ferr për popujt që u egzaltuan nga
ideja e drejtësisë aty për atyshme, dhe që shkuan tek plumbi ballit apo tek giotina, na kanë mësuar që kjo e demokracisë dhe e balancimit pushteteve dhe ndërtimit të një sistemi që garanton gjithkënd dhe garanton madje edhe të akuzuarin, është e vetmja rrugë për të garantuar brezat. Pse po zgjadhem në këtë pikë, sepse duat të jem shumë i qartë me të gjithë nga eksperienca ime. Besoj që e kam sot mundësinë që nga maja e kësaj eksperience, që është tani më goxha vjeçare, të them që në fund të ditës ajo që është e rëndësishme për shtetëndërtimin nuk është epizodi, por është tërësia e hapave që hidhen me durim dhe pa zhurmë. Epizodet e zhurmshme ndihmojnë në një mënyrë ose një tjetër, por nuk bëjnë sistemin. Dhe besimi im për pse Shqipëria mund ta kapërcej me një shpejtësi të pazakonshme, atë që është koha e domosdoshme për ta ndërtuar sistemin, lidhet vetëm me një fakt, me faktin që Shqipëria sot ka fatin të jetojë në epokën e teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale. Franca, ambasadorja është aty, ka një nga administratat publike më të strukturuara në planet. Ka një nga mekanizmat më kompleks të funksionimit të shtetit. Po për të ardhur aty, Franca ka prerë koka, e ka derdhur lumenj gjaku, e ka djegur, e ka shkatruar veten dhe tjerët për shumë e shumë kora. Okay? Ndërkohë që edhe e njëjta gjë është për të gjitha vendet që sot janë në avangard të mënyrës